Dobrodojdovte vo ušte jedno izdanje na emisijata Vaši od Pratanik. Deneska so mene vo studioto prateničkata Imalije Saliju. Dobrodojdovte. Mirë se erdhët në studion e Kuvendit. Ju falenderit për ftesën, mirë se ju gjetë. Imate magisterska diploma po marketing management, a doktoranste po sovremeni обществени науки. И сега ве гледаме во пратеничките клупи. Што влијаеше на вас за да станете пратеник? Дали, например, политиката ви интересираше во средношколските денови или како студентка? Кој беше тој момент по кој вие одлучивте дека политиката е за вас? Atëherë fillimisht ta fillojmë nga ajo e fundit që e parashtruat në pyetje. Realisht, më thënë që nga shkolla e mesme kam qenë pjesë aktive e sektorit që qeveritar, atëherë me projekte të rinjve në qytetin e Gostivarit, ku bënim xhirosje ose kujdeseshim për parqet e lojrave ose diçka të tillë nëpër qytet, dhe që atje më ka lindur ajo dëshira dhe ideja se si mund të kontribuoj për të mirën e përgjithshme. Kjo ka qenë, domethënë, ide nga mosha e hershme që ka qenë ajo dëshira brenda meje që gjithmonë të bëj diçka ku do të përfshiheshin të gjithë qytetarët. Mirë, po me kalimin e kohës edhe gjatë studimeve, po ashtu nuk mund ta lej pa përmend që kam ndjekur me vëmendje zhvillimet politike, si në studimet gjatë fakultetit, pastaj edhe ato master sot të doktoratës, dhe e pash shumë të arsyeshme se e mira e përgjithshme nuk arrihet duke qenë indiferente, por ajo mund të ndihmohet dhe të kontribohet vetëm kur je pjesë e institucioneve të cilët kanë ndikim drejt për drejt në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve. Dhe kjo ka qenë ajo arsye kryesore që unë besova në vetvete, mendova që kam atë përgatitjen profesionale dhe intelektuale dhe vendosa që të jem pjesë e politikës. Od вашата биографија гледаме дека сте родени во Гостивар. И сите ние носиме вредности, културни традиции кои ги црпиме од нашето поднебје. И што влијаеше на вас за да ги имате овие вредности? Дали тоа беше семејството, кругот? Кој беа тие? Padyshim, familja është shtylla kryesore. Unë vi nga një familje tradicionale, ku i ruaj sot e kësaj dite ato vlerat të cilat i kam trashëguar. Dhe padyshim që në familjen time mësova fillimisht se çka do të thot besimi, çka do të thot fjala e dhënë, çfarë do të thot të jesh i përgjithshëm dhe i ndërgjegjshëm. Dhe sot unë i ruaj me fanatizëm këto vlera të cilat i kam trashëguar nga familja ime. Po ashtu përmendet edhe qytetin e Gostivarit, unë vi nga një qytet me diversitet kulturor, diversitet arsimor. Ne jetojmë në një qytet ku kemi raporte të shkëlqyera ndërfqinësore, dhe të gjitha këto janë vlerat të cilët jo vetëm duhet t'i ruajmë ne si simbolik, po padyshim që duhet t'i transmetojmë dhe t'i praktikojmë ata që të jemi shembulli më i mirë për sidomos gjeneratat e ardhshme, por edhe formimi akademik dhe profesional. Të gjitha këto e bëjnë atërsinë e një individi. Ajo çfarë unë e shoh të rëndësishme në këtë drejtim është se të gjitha vlerat të cilët njeriu i mbart prej momenteve më të hershme në moshë më të hershme, nga familja, nga rrethi, nga shoqëria, qyteti ku ai jeton, është që të mundohemi të përcjellim tek gjeneratat e reja dhe që tregojmë atyre që këto të mos jenë vetëm simbolika, por të jenë vlerat të cilët duhet të praktikohen dhe të përcjellen edhe për të tjerët. И дали овие вредности што ги спомнавте, а и знаењата кои ги имате од образованието, средношколските денови, факултетот, ви помага во секојдневието овде во собранието, во вашата работа како пратениче? Padyshim që po, sepse nga ato të cilët unë përmenda sot jam shumë e vetëdijshme si individ që fjala e dhënë, sidomos përpara qytetarëve dhe kur është në pyetje përmirësimi i jetës së qytetarëve ose mirëqenia e qytetarëve në përgjithësi, ne duhet të jemi shumë besnik dhe të jemi mbi gjitha zëri i qytetarëve, të cilët ata kanë zgjedhur për t'i përfaqësuar në kuvend. Po ashtu
ta them, ai bagazhi im profesional dhe akademik më ka mësuar që të shoh gjërat më shumë në mënyrë analitike, e sidomos tash kjo e fundit që unë jam gati në përfundim të studimeve të doktoratës në shkencat politike, më ka mësuar që të jem shumë analitike në analizat mbi ligjet të cilët ndodhen përpara meje dhe të shqyrtoj ato në një mënyrë shumë më të detajuar që të jap më të mirën e mundshme nga vetja dhe të arrihet ai synimi për cilën unë jam zotuar që do të jem zëri i qytetarëve në kuvend, domethënë të plotësohen ato nevoja për cilët qytetarët kanë nevojë. Членувате во 4 собраниски комисии. Што најповеќе дебатирате и што најповеќе браните во овие 4 комисии во кои членувате? Atëherë, sa i përket pjesëmarrjes time në përkomisione ose aty ku jam unë antare, fokusi im më së shumti ka të bëjë tek politikat sociale, ato arsimore, mundësitë e barabarta dhe komisioni për veçeverisje lokale. Mirë, po nuk është kjo e gjitha, sepse qëllimet e mia janë të mbroj të gjitha ato politikat të cilët janë në interes të qytetarëve dhe sidomos të votuesve të mi, por padyshim që kam disa politika për të cilët unë kontriboj më shumë dhe i kam ndër prioritetet e mia, dhe ashtu siç përmenda në fillim, domethënë janë politikat sociale, ata të cilët unë mundohem që të gjithat kapacitetin tim profesional dhe të gjitha ato kapacitetet e mia analitike të mundohem që ti përgatis në atë mënyrë që të jenë sa më të dobishme për qytetarët, pa lënë anash këtu as pak politikat arsimore, sepse besoj fuqishëm, shtylla më e rëndësishme një shoqërie është arsimi dhe unë do vazhdoj të kontriboj me aq sa do të kem mundësi në sferën e përmirësimit të politikave arsimore në Republikën e Maqedonisë Veriore, por këtu absolutisht nuk mund ta lej anash një ndër fokuset e mia gjatë këtij mandati, siç është fuqizimi i grave në shoqëri, dhe mundohem që gjithmonë të jem sa më afër të gjithë atyre kërkesave, duke ju mundësuar dhe ndihmuar të gjitha grave në ngritjen e pozicioneve të tyre në shoqëri, si dhe të ndëgjoj nga afër të gjitha ato nevoja dhe kërkesat e tyre që unë të mundohem nëpërmjet mundësisë të cilën tashmë e kam në organin më të lartë ligjvënës të përmirësojmë jetën dhe kushtet e tyre. Рековте дека дебатирате со вашите колеги пратеници, но дебатирате или разговарате и со гласачите кои ве гласаат. Петок е одреден како ден за среќавање со избирачите. Кои се нивните потреби? Што најповеќе бараат од вас како пратеник? Atëherë sa i përket takimeve me qytetarëve, padyshim që unë jam në takime të vazhdueshme me qytetarët e zonës së 6 zgjedhore, por jo vetëm, sepse gjatë kësaj një vit e ca qeverisje në të cilën tashmë jemi ne në pozitë udhëheqëse, unë jam munduar të takohem me të gjithë qytetarët ku ata kanë shprehur interes që të kenë një takim me mua, por në veçanti qytetarët e zonës 6 ose njësisë zgjedhore nga e cila vi unë, padyshim që kanë kërkesa të ndryshme dhe fokusi më i madh i të gjithë atyre janë, domethënë, çështja e punësimeve, padyshim ajo që e përmenda edhe pak më parë, domethënë është niveli i cilësisë së arsimit, mirëqenia shoqërore, avansimi i kushteve në nivel lokal, përmirësimi i gjendjes së qytetarëve. Janë këto pikat të cilët më së shumti, domethënë, i kemi në diskutim, por ajo çfarë është e rëndësishme dhe ajo çfarë kam pa gjatë këtyre takimeve, të cilët mund të them se janë të shumta dhe ndaj të cilave unë jam përgjigjur me shumë dëshirë dhe kam shprehur gatishmërinë që të ndëgjoj secilin qytetar, është që ata të jenë një zë i dëgjuar dhe realisht mbi të gjitha qytetarët përpos mbështetjes duan që zëri i tyre të jetë i dëgjuar dhe zëri i tyre për kërkesat të cilët ata kanë i duan që t'i shohin në praktik. На кое прашање ќе бидете најлојална, најпосветена до крајот на овој мандат?
Kога би сакале гласачите да ве запаметат за едно прашање, за една работа, која би била таа? Atëherë me që unë e theksova dhe më sipër vetë fakti i përfshirjes time në komisionet të cilën ti përmendëm është edhe fokusi im më i madh gjatë këtij mandati. Janë politikat sociale ata të cilët unë do t'i voçoja dhe për të cilët vazhdimisht mundohem të jem zë në kuvent duke i vënë pa atje ku janë mangësitë në praktik ose në përditshmërinë e qytetarëve, por jo vetëm, padyshim, atë që e thash edhe në fillim, unë do mundohem të jem zëri i qytetarëve në të gjitha çështjet ku shihet interesi i votuesve të mi. Por ajo për të cilën dëshiroja të shprehesha edhe pak më shumë është edhe puna e politikave të nivelit lokal, sepse duke ndërlidh këtu edhe me vetë faktin që unë jam në përfundim të studimeve të doktoratës në shkencat politike me temë dizertacioni janë strategjitë për zhvillim lokal, është kjo fusha ku unë dëshiroj të jap kontributin tim maksimal, sepse nëpërmjet politikave lokale unë e shoh kontaktin të cilën mund ta ketë niveli qendror drejt për drejt me qytetarin dhe është ajo pika ku unë dëshiroj që të jem në kontakt për përmirësimin e drejt për drejt të jetës së përditshme të qytetarëve. Më thënë janë këto disa nga sferat ose fushat ku unë dëshiroj të kontriboj dhe besoj që deri në fund do t'i qëndroj besnike asaj për të cilën unë kam dhënë fjalë përpara qytetarëve të mi, megjithatë nëse diçka do të kisha dashur ta veçoja pak nga sfera politike, si politikan të rinj dhe kam një mesazh për të gjithë politikanët të rinj, është që ne që jemi pjesë e kësaj periudhe të politikbërjes, mbi të gjitha duhet t'i ruajmë ato vlerat njerëzore, sepse mendoj fuqishëm se është koha kur aroganca dhe gjuha e urrëqjes në politik duhet të marrë fund. Si politikan të ri duhet të ruajmë qëndrimet tona politike të forta, si do të që të jenë ato, por në aspektin njerëzor duhet të jemi shumë më të njerëzishëm në raport me qytetarët pavarësisht se cilës përkatësi ose subjekti politik i takojnë ata. Faleminderit juve.